Mediat të cilët kanë qenë pjesë e propagandës së Kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, i cili ndodhet në burgun e Durrësit. Mediat që janë paguar nga afera e inceneratorëve, por dhe nga familjarët e tij, të gjetura në fatura qindra mijëra euro gazetarësh dikur të mirë, sot të kthyer në miliarder, kanë raportuar se shtetasi italian Gabriele Tarroni Longinoti ka bërë një deklaratë ku ka thënë se ka gënjur në intervistën e dhënë për gazetarin Bledian Koka në Syri TV se nuk e ka takuar Kryebashkiakun Veliaj në 2 ambiente, por i qëndronte deklarimit se kishte shkuar në Rumani për llogaritë të njerëzve të aferës së inceneratorëve për të marrë atje disa pajisje. Në fakt, deklarimet dhe qëndrimet e tij mbahen në momente ngarkesash të mëdha dhe kur Erion Veliaj përballet me 13 akuza të rënda penale. Dosja e inceneratorëve është duke fjetur përqafuar me prokurorin Dritan Prençi. Ky i fundit i ka materialet në dorë edhe qëndrimet e Longinotit dhe shkresat e faktit e tjera që tregojnë përgjegjësinë penale apo edhe administrative të Kryebashkiakut të Tiranës. Nëse ka mashtruar, duhet të përballet me drejtësinë dhe Kryebashkiaku Erion Veliaj nuk duhet i ndahet deri ditën e fundit, por përgjegjësinë nuk e përcakton një deklaratë e Longinotit. Cëna edhe kur janë bërë qëndrimet e një individi me akuza, qoftë nga Longinoti apo dikush tjetër, ka qenë mjaft e ftohtë në argumentet e dhëna. Ne nuk e kemi akuzuar kryetarin e bashkisë që janë qëndrimet e Longinotit që i japin atij përgjegjësinë ligjore. Jo, në asnjë rast. Janë deklarimet e tij në Këshillin Bashkiak, ku thotë se është ai që e ka kërkuar të ndërtohet tek landfilli i Tiranës një incenerator dhe qeveria duhet ta paguajë sepse Bashkia e Tiranës është taksapaguesi më i madh. Qëndrojmë tek përgjigje që i jep menjëherë Alqi Bllakos, ende pa ardhur mbledhja e Këshillit Bashkiak apo pa u thirrur institucioni përgjegjës ligjor në Bashkinë e Tiranës që merr vendimet për miratimin e buxhetit për investimet afatmesme apo afatgjata. Qëndrojmë tek monitorimi, pra te faktet se atje duhej të ndërtohej një incenerator, ka pasur njësi të mbikëqyrjes, ka pasur profesues të Bashkisë së Tiranës që më pas janë hequr për të mos thënë se projekti është sabotuar apo janë larguar njerëzit për të mos marrë njerëzit përgjigje ligjore. Ka pasur përgjegjësi tek fakti se një kryetar bashkie, i cili shëtiste në çdo cep të Tiranës, duhet të merrte një ditë makinën dhe të shkonte atje, bashkë me njësinë e zbatimit të projektit, së bashku me stafin e tij për të verifikuar çfarë bëhej në Tiranë. Landfilli nuk është i rastësishëm atje. Është përgjegjësia e Bashkisë së Tiranës, paguaj nga taksat e qytetarëve të Tiranës dhe nga transferta e pakushtëzuar që jepej nga qeveria shqiptare. Ishte një kontratë 300 milion euro për 30 vite me ndërtimin dhe performimin e inceneratorit dhe landfillit. Përgjegjësia është tek aktivitetet dhe investimet që bënte kompania koncesionare dhe shkonte e inauguronte Erion Veliaj dhe njerëzit nuk kishin dieni. Përgjegjësia është edhe te dokumentet e gjetura në kompjuterin e Ajola Xozës për Meg Albania, që është direkte e lidhur me landfillin e Tiranës, me Klodian Zoton dhe Mirel Mërtirin. Përgjegjësia është për te inceneratorit, tek vdekja e një 17 vjeçari, siç është rasti i Ardit Gjoklejt. Jo rastësisht përgjegjësia gjendet tek mbrojtja publike, që i është bërë aferës së inceneratorëve, jo vetëm nga Erion Veliaj, por dhe nga pushteti i rilindjes. Se çfarë donte Meg Albania te kompjuteri i Ajolës, si lidhet më pas me Zoton dhe Mërtirin, si inauguron kopshte Veliajt e investuar nga kompania e inceneratorëve, janë një pjesë. Si firmosën drejtorët e Erion Veliajt një kontratë për çështjen e dherave, e cila i dha kompanisë rreth 60 milion euro më tepër, kur ato përfshiheshin në fakt në kontratën koncesionare, këto para u paguan nga ndërtuesit shqiptar, të cilët u afaturuan qytetarëve të Tiranës. Këto janë disa nga ato që ne porendisim për të mos e zgjatur shumë, të cilat janë jo vetëm përgjegjësi administrative, por edhe penale. Mjafton t'i shohësh një pas një. Nuk po bëjmë prokurorin dhe gjyqtarin, por atë që kemi bërë. Kemi investiguar dhe kemi denoncuar publikisht, dhe po të ishte ndalur afera që në momentin që ne kemi theksuar se nuk ka kompani të huaja holandeze apo gjermane, por është thjesht një guack ku fshihet Klodian Zoto, e më pas dirigjon Mirel Mërtiri, pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, tashmë marrë në akuzë nga Spaku, ku ciceronte edhe një televizion si Top Channel që kishte ortakëri me njerëzit e inceneratorëve, që sulmonte prokurorët e Spakut që bënte avokatina aferave. Aty ku dikur shpërthente Erion Veliaj, sepse tashmë ja kanë mbyllur dritaren e i kanë lënë thjesht dhe vetëm një hapësirë ajrimi. Nuk ka rëndësi Longinoti, ai është thjesht dhe vetëm një njerëz që ka folur, do të flasin të tjerë. Mund të tërhiqen nga qëndrimet, rëndësi kanë dokumentet, firmat e hedhura nga Erion Veliaj, kërkesa për të bërë një landfill, mos monitorimi i ndërtimit të tij. Ku shkuan parat? Si paguheshin faturat? Pse delte kompjuteri i Ajolës Meg Albania?
Pse inauguronte shkollat e paguara nga njerëzit e inceneratorëve Erion Veliaj dhe në fund pse e mbronte publikisht duke e ditur se çfarë po ndodhte atje? Ishte kryetari i Bashkisë Tiranë. Ai nuk linte me policinë e tij bashkiake, inspektoriatin e mjedisit dhe strukturat e tjera në varësi të tij të piptinte miza në Tiranë. Një tent në balkon vinte dhe e shkulte, por nuk e dinte se çfarë po ndodhte me investimet në landfill apo më keq akoma, te kontrata e dherave që përmend më sipër, ku drejtorët e tij firmosnin, kush i urdhëroi, një pjesë të tyre që ndodhen në burg. Ndaj edhe pafajësia e Erion Veliaj tek inceneratorët nuk fillon dhe nuk mbaron te Longinoti. As tek ato që thon mediat e paguara, apo në ortakrim me inceneratorët, as në deklarimet që mund të ndryshojë dikush, por tek faktet dhe dokumentet dhe paratë shpërdoruara të taksapaguesve shqiptar, që janë dhjetra e qindra milion euro, për të cilat Erion Veliaj, me apo pa vetëdije, duhet verifikuar për përgjegjësinë e tij ligjore. Sepse vlera e tyre nuk ka lidhje me çmimet e shpenzuara për breg, që edhe ato, një pjesë e madhe janë paguar nga taksat e qytetarëve të Tiranës, por është shumë herë më e madhe dhe ka ngritur një strukturë të mirë organizuar kriminale që prej inceneratorëve shkonte te mediat. Një kontratë koncesionare që nuk zbatohet, një investim që nuk bëhet, i shtohen miliona të tjera me një shtesë kontrate për çështjen e dherave dhe kështu paguhen mediat, bëhet propagandë për të mbajtur pushtetin. Shumë prej tyre janë duke mbajtur përgjegjësinë e tyre penale, ndërkohë që ende askush nga përfituesit nuk ka kërkuar ndjes publike, qoftë edhe politikisht, pa folur për këta të mediave që vazhdojnë dhe paguhen njësoj si dje dhe duan të na tregojnë se sa i pafajshëm është kryebashkiaku për çështjen e inceneratorëve, sepse ka folur një italian, ku në fakt janë shumë italianë dhe shqiptar të implikuar, që sikur të gjithë së bashku të ndryshojnë qëndrimet e tyre, pafajësia e Erion Veliajt nuk qëndron as tek parat që kanë marrë mediat edhe as te deklarimet e tyre, por te dokumentet dhe te firmat e hedhura dhe transaksionet e bëra që u kanë kushtuar shqiptarve dhjetra miliona euro.